Arkeologët shqiptarë në bashkëpunim me ata amerikanë gjatë kërkimeve për të krijuar hartën digjitale nënujore të Shqipërisë kanë zbuluar edhe pjesët e një anije luftarake britanike që u përplas në mina detare në jug të Sarandës. Ngjarja e njohur ndryshe si incidenti i kanalit të Korfuzit, po studiosi tani mund të ndriçohet në ndritën e fakteve të reja mbi vendodhjen ku edhe krijohet mundësia për të nderuar 44 ushtarakët e vrarë nga shpërthimi. Korrespondenti ynë Iliriana Golli përgatiti materialin vazhdim. Arkeologët shqiptar kanë zbuluar në fund të ujrave të Sarandës baqin e një anije luftarake britanike të goditur nga mina detare në tetor të vitit 1946. Zbulimi është pjesë e punës e një projekti kërkimor shkencor të arkeologëve shqiptar me fondacionin amerikan RPM për të skanuar pasuritë historike nënujore detare të Shqipërisë. Kjo gjetje është pjesë e projektit që Instituti i Arkeologjisë së bashku me fondacionin RPM dhe me Institutin Amerikan të Arkeologjisë Navale INA janë duke zhvilluar për të plotësuar, për të kryer, si thua, kompletuar hartën arkeologjike nënujore tridimensionale digjitale të Bregdetit shqiptar. Sipas drejtorit të arkeologjisë nënujore të Shqipërisë, Adrian Anastasi, pjesët metalike, pajisjet elektrike, ente kuzhinës, këpucë dhe sende personale të gjetura pranë njëra tjetrës, besohet se i përkasin destroyerit britanik Volazh, i cili preku në mina detare 63 vjet më parë pak metra në afërsi të Bregdetit të Sarandës. Kishte kablo të ndryshme elektrike të shpërndara, kishte material luftarak, kishte enë kuzhine, kishte pajisje të cilat i përkisnin ekuipazhit, të gjitha të shpërndara në mënyrë kaotike dhe që në mënyrë të padiskutueshme, të paktën në këtë pikë ishim gjithë dakord, i përkisnin në një interpretimi që lidhej ngushtë me siguri me një shpërthim. Shkencëtarët besojnë se zbulimi mund të shërbejë për një ndriçim të plotë të ngjarjes së mirënjohur si incidenti i kanalit të Korfuzit ku humbën jetën 44 marinar britanik dhe u plagosën shumë të tjerë. Pikërisht një projekt arkeologjik tashmë di se ku është dhe varri atyre njerëzve të cilët humbën jetën gjatë incidentit, kështu që në respekt të gjithë këtij kuadri njerëzor të shikohet dhe mundësia që këto prova të vjen në dispozicion pastaj për një rishikim, për një rindërtim më të drejtë për sa i përket këtij incidenti i cili tashmë po bën gati 65 vjet që njihet. Kjo ngjarje ka dëmtuar për shumë vite marrëdhëniet diplomatike midis dy vendeve dhe ka qenë temë gjyqeve ndërkombëtare ku Shqipëria madje ka marrë dhe dënime për shkelje të rregullave ushtarake detare. Shqipëria ka refuzuar për shumë vite që të paguajë Britanisë Madhe dëmet e ngarkuara nga gjykata ndërkombëtare e Hagës, ndërkohë që për shumë vite midis të dy vendeve u debatua dhe për arin shqiptar të grabitur nga nazistët gjerman gjatë luftës së dytë botërore dhe që mbajnë në Londër. Është rast i mirë që të fillojmë dhe të analizojmë në dritën e këtyre provave të reja, por unë mendoj që krahas provave të reja ka ndryshuar dhe kontesti historik në të cilin tashmë mund të analizohen këto prova. Nuk jemi më, si thua, dy shtete në kampe të kundërta, por jemi dy shtete që janë anëtarë të NATO-s, që kanë kaluar më tepër se 50 vjet, pra mund të hapen arkivat dhe sigurisht që me këtë gjetje dhe me një riparje të arkivave, të cilat mund të hapen pas 50 vjetësh, besoj që ridimensionohet shumë paktën pozicioni i shtetit shqiptar në këtë konflikt, në këtë incident që siç njihet i kanalit Korfuzit. Zbulimi me të dhëna ushtarake, thon studiosit, ka edhe një tjetër përmas humanitare, sepse tani mund të flitet me saktësi për vendin ku humbën jetën 44 persona dhe që tani mund të marrë statusin e një vari masiv ushtarak, ku edhe mund të bëhen nderime të posaçme nga familjarët dhe shtetarët e të dy vendeve. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.